Ish mesazhi yt për të rinjt, a duhet të shkojnë në 11 maj për të votuar? Çfarë do t'i kërkoja unë të rinjve është që as nuk e diskutoj që ata duhet marrin pjesë në procesin e 11 majit. Po duhet kuptojnë që demokracia ka mekanizma të tjera përtej votës dhe jo vetëm ditën e votimit të cilën duhet marrin pjesë, po demokracia nuk është një proces ku partitë politike rregullojnë marrëdhëniet me tyre. Demokracia përmban një seri mekanizmash dhe mjetesh ku qytetarët mund t'i përdorin për të marrë pjesë intensivisht. Nëse politika bëhet e mirë kur ne votojmë, nëse ne e mbajmë në presion gjatë gjithë kohës dhe i tregojmë që jemi pjesëmarrës gjatë gjithë kohës, peticion, protest, ankesë, dëgjes, konsultim, llogaridhënie, jam i sigurt që ky vend do të jetë atje ku duam. Pastaj nëse përtojmë që vendin tonë ta bëjmë edhe na bie më mirë që të shkojmë atje ku e kanë bërë disa të tjerë vendin e tyre, një gjë është e sigurt që më shumë se kaq nuk do kemi.